Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Konsumoni karafil çdo ditë dhe nuk do të prekeni nga asnjë sëmundje. Laung, i njohur gjithashtu si karafil, është një erëz e vogël, por e fuqishme, e njohur edhe për aromën e saj të fortë. Përtej përdorimit në kuzhinë, karafili ofron një gamë të gjerë përfitime shëndetësore për shkak të profilit të tyre të pasur ushqyes. Këto janë arsye të bindëse për të përfshirë vetëm një karafil në dietën tuaj të përditshme. Rrit funksionin tretës. Karafili është përdorur tradicionalisht për të përmirësuar tretjen. Ato stimulojnë sekretimin e enzimave të tretjes, të cilat ndihmojnë në zbërthimin e ushqimit në mënyrë më efikase, duke reduktuar kështu problemet si dispepsi, gazrat dhe fryrjen. Konsumimi i një karafili çdo ditë mund të nxjisë tretje më të mirë dhe të lehtësojë shqetësimin në stomak. Lehtësues natyral i dhimbjeve. Eugenol, një përbërës i gjetur në karafil, vepron si një antiseptik natyral dhe ka veti qetësuese të dhimbjes. Vaji i karafilit ose thjesht përtypja një karafili mundet të sigurojë lehtësim nga dhimbjet e dhëmbëve, dhimbjet e mishrave të dhëmbëve dhe ulçrat e gojës. Vetitë e tij antiinflamatore ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e dhimbjes dhe ëndjes në zonat e prekura. I pasur me antioksidant. Karafili është i mbushur me antioksidantë të fuqishëm si vitamina C dhe eugenol, të cilat ndihmojnë në luftimin e stresit oksidativ dhe radikaleve të lira në trup. Konsumimi i rregullt mundet të mbrojë trupin nga sëmundjet koronare, duke përfshirë sëmundjet e zemrës dhe disa lloje të sëmundjeve të këqija, duke neutralizuar radikalet e lira dhe të dëmshme. Mbështet sistemin tuaj imunitar. Vetitë antimikrobike të karafilit i bëjnë ato një përforcues natyral të imunitetit. Konsumimi i karafilit çdo ditë mundet të ndihmojë trupin të luftojë infeksionet e shkaktuara nga bakteret, viruset dhe kërpudhat. Vetitë antibakteriale të karafilit janë veçanërisht efektive kundër sëmundjeve të frymëmarrjes, ftohjes dhe dhimbjeve të fytit. Përmirëson shëndetin oral. Karafili është përdorur prej kohësh si një ilaç natyral për shëndetin oral. Ato përmbajnë veti antiseptike që ndihmojnë në vrasjen e baktereve të dëmshme në gojë, duke reduktuar rrezikun e sëmundjeve orale, periodontiti dhe kavitetet. Karafili gjithashtu mund të freskojë frymëmarrjen duke eliminuar bakteret që shkaktojnë erën. Rregullon nivelet e sheqerit në gjak. Karafili mundet të ndihmojë në menaxhimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke i bërë ato të dobishme për njerëzit me diabet ose në rrezik të diabetit. Ato rrisin ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në funksionimin e duhur të insulinës në trup. Konsumimi i një karafili çdo ditë mundet të ndihmojë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Promovon shëndetin e ëmbëlsisë. Antioksidantët në karafil, veçanërisht eugenoli, ndihmojnë në detoksifikimin e ëmbëlsisë dhe reduktimin e inflamacionit. Karafili përmirëson funksionin e ëmbëlsisë duke mbrojtur atë nga dëmtimi oksidativ dhe efektet e dëmshme të toksinave. Kjo mundet të parandalojë kushte si sëmundja e ëmbëlsisë yndyrore. Përmirëson shëndetin e frymëmarrjes. Karafili ka veti ekspektorante, të cilët ndihmojnë në lirimin e mukusit dhe gëlbazës, duke i bërë ato më efektive për lehtësimin e simptomave të kollës, të ftohtit dhe të bronkitit. Thithja e avullit e injektuar me vaj karafili ose konsumimi i karafilit mundet që të qetësojë traktin respirator dhe të pastrojë kongestionin.
përmirëson shëndetin e kockave. Karafili është i pasur gjithashtu me mangan, një mineral thelbësor për shëndetin e kockave. Mangani ndihmon edhe në forcimin e kërcit kockor dhe indeve lidhëse. Marrja e rregullt e karafilit mund të kontribuojë gjithashtu në ruajtjen e densitetit të kockave dhe gjithashtu uljen e rrezikut të osteoporozës dhe çështjeve të tjera të lidhura me kockat. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Vaji i karafilit, me vetitë e tij antimikrobike dhe antiinflamatore mund të jetë i dobishëm për lëkurën. Aplikimi i vajit të holluar me karafil mund të ndihmojë në trajtimin e akneve, në reduktimin e inflamacionit dhe parandalimin e shfaqjes të infeksioneve. Ngrënia e karafilit gjithashtu mund të ndihmojë gjithashtu në ruajtjen e lëkurës së shëndetshme nga brenda. Si të përdorni karafilin në dietën tuaj? Për të korrur përfitimet e karafilit mund të përtypni një karafil çdo mëngjes ose ta përfshini në çajin ose vaktet tuaja. Këshillohet që me sasi të vogla pasi karafili është i fuqishëm. Konsumimi i tepërt mund të shkaktojë shqetësime në tretje ose të ndërveprojë me medikamente të caktuara. Këshillimi me një profesionist të kujdesit shëndetësor rekomandohet nëse keni kushte shëndetësore. Gjithashtu, karafili mund të shërojë edhe dhimbjen e dhëmbëve. Vaji esencial i karafilit është një ilaç i shkëlqyer natyral për të trajtuar dhimbjen e dhëmbëve. Mjafton të vendosni një kokër karafili pranë vendit ku keni dhimbje dhe të prisni disa minuta. Dhimbje koke. Përtypja e disa kokrave karafili ose çaji i tyre është një mënyrë e shkëlqyer për të lehtësuar dhimbjen e kokës dhe për të parandaluar lodhjen mendore. Për të konservuar ushqimin, kokrat e karafilit pengojnë procesin e oksidimit të lipideve duke bërë që ushqimet të ruhen më gjatë. Të vjella. Kokrat e karafilit përdoren edhe kundër të vjellave, probleme në tretje dhe shqetësimeve intestinale. Gjithashtu, ai shërben edhe kundër erës së keqe të gojës. Nëse keni një takim të rëndësishëm, përtypni një karafil. Është shumë efikase edhe në rastet kur keni ngrënë hudhër. Ndihmon tretjen. Të pastura me fibra, gonxhet parandalojnë kapëllëkun, ndërkohë që nxisin prodhimin e enzimave ndihmuese për sa i përket realizimit të procesit të tretjes. Që karafili t'ju ndihmojë sa më shumë me tretjen, e mira është ta konsumoni në formë pluhuri ose të përzierë me mjalt. Antiinflamator. Kokrat e karafilit lehtësojnë inflamacionin në gojë, mishrat e dhëmbëve, afte, herpes, stomaku dhe dhimbjet e fytit. Në këtë raste, duke mbajtur në gojë si karamele, duke përdorur si çaj ose si gargar me disa pika vaj. Gjithashtu, si të përgatisni çajin e karafilit? Ju duhen 3 deri në 4 kokra karafil dhe një gotë ujë. Mbushni një çajnik. Shtoni dhe kokrat e karafilit dhe vendoseni të ziejë. Sapo të ziejë, mbulojeni me kapak dhe fikeni zjarrin. E lëm për 10 minuta derisa çaji të jetë i vakët dhe më pas e konsumoni atë duke shtuar edhe një lugë mjalt, sipas dëshirës. Mirë po, gjithmonë duhet të jeni të vëmendshëm që para se të kërkoni medikamentet, kërkoni një herë mjekësinë alternative e cila përveç se është e shëndetshme, nuk shkakton as edhe një efekt ansor në organizëm. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.